Live from Tirana. Në Top Albania Radio. Kam një dhimbje të tmerrshme mesi, atë po diskutoja me Olta Shetën edhe mezi po e bëj këtë program, por ju nuk doni të dini për këto, ju doni të dëgjoni programin. Edhe gjithsesi mirë se vjen programe dashur. Mirë se dëgjej Rone. Si je ti? Unë mirë, si gjithmonë. Nëse do duhej ti vendosje vetëm një epitet situatës aktualisht në Big Brother, si do ta quaje? Në kuadër të ironisë. Në kuadër të ironisë, pse në kuadër të ironisë? Era parë që e dëgjoja që do të thënë nga Selin. Edhe unë si fjalë, përgjithsisht unë se kisha dëgjuar kur këto, në kuadër të ironisë. Po, ajo nuk e tha në kuadër të ironisë, tha vetëm ironi, por këtë në kuadër shtova unë. Sepse në primin që shkoj, pam që Selina, do të thonë, kishte ndëntur me mirin për ironi, e kishte përqafuar për ironi, kishte fjetur për ironi, ishte përkëdhelur për ironi dhe unë e vura këtë epiteti në kuadër të ironisë. Pra dhe kur ajo lejonte mirin që ti merrte era, po të përkëdhelte, ka qenë në gjitha në ironi, tha Selin? E gjitha në ironi, ajo tha në prime, pranoj që kjo ka qenë e gjitha për ironi. Tani. Por më pëlqeu dhe ai shpjegimi i mirit, shumë me gimbon mbrapa. Do të thonë ishte gjatë kohës së prime-it. Okej, gjatë publicitetit. Po, gjatë publicitetit që miri i thonte, Gimbo i thonte, pranoje që kjo ka qenë në kuadër të ironisë. Edhe Miri thonte, nëse kjo ka qenë Gimbo i thonte Mirit, dhëndri. Burri Selin do me thënë në këtë rast, edhe Miri thonte, okej, unë e pranoj, pa man duhet jenë edhe imja në kuadër të ironisë, ose edhe Selin në kuadër të ironisë, ose pranojmë të kundërtën. Pra duhet jenë të dyja palët. Duhet jenë të dyja palët, dhe për këtë këtu jap të drejtë Mirit, pavarësisht që nuk është lojtari im i preferuar, por kur ka të drejtë, jepi atë që i takon. Dgjoj, është shumë interesante që nga data 20 dhjetor e deri sa është data 10 mars, duket se pika kryefjala e këtij Big Brotheri ka qenë situata Miri Selin. Pra, një pyetje, pse kanë ngjallur kaq shumë kuriozitetet e shqiptarët marrëdhënia këtyre? Për shkak se Miri është i martuar, për shkak të diferencës së moshës? Jo, te diferenca e moshës nuk mund ta mendoj dhe shumë. Okej, mund të jetë, por jo aq e madhe, më shumë kanë ngjallur interes sepse Miri ka qenë është i martuar. Se tash ka qenë, nuk e di më doli vajzë. Foli së kushjenca. Po, pra. Edhe duke ditur që një burr i martuar dhe që Selin pranoi që të flejë një burr të martuar, kjo bëri pak bum, duke ditur dhe mentalitetin ton që nuk e pranojnë, ne gjërat nuk i pranojmë kështu në dukje, po prapa skenës bëjmë gjithçka, e kupton, kështu e kemi, s'kemi çfarë bëjmë. Edhe kjo solli një interes për të parë si kjo vajzë e re pranon të flejë me një burr të martuar, dhe këto kanë qenë të gjitha në ironi më roni, pse se kupton ti këtë? Po, ironizon deklaratën e Selin, e kuptoj. Interesante shumë në fakt, interesante shumë, madje po dëgjoja Malin dje që po i thoshte Senaldos, nesër ta do diskutohet një situatë pa diskutuar Miri Selin. Po qeshëm me njëri tjetrin, pra dhe banorët e kanë kuptuar që situata kryesore e këtij edicioni është situata mes Mirit dhe Selin. Po të dëgjoja dje tek Bjeda Sulo, e cila më korrigjon nëse jam i gabuar, që thoje, shpreheshe se Selin ka ndjenja për Mirin. Ku e gjen këtë bindje? Jo, nuk është vetëm Selin. Unë mendoj që të dy kanë ndjenja për njëri tjetrin. Ata mund ta kenë filluar si lojë, çdo gjë fillon si lojë, është dhe kënga e Elsa Liles me Piroçakun, dashuritë më dha duke qeshur fillojnë, unë s'dia skundoj. Po. Dhe pastaj qajmë pa pushim, derisa vdesin në fund si të gjithë tragjedit. Po. Por e nisën si lojë. Unë mendoj që Selin e ka parë Mirin si lojtar të fortë, duke qenë Miri West Side Family dhe me atë ishte emër. Dhe me atë kanë goditur, sepse Selin nuk mund të bënte lojë me Malin, nuk mund të bënte lojë me këto bënte lojë atje, përveç se Miri që ishte më i njohur nga të gjithë. Dhe mosha ka një lloj ndikimi, pra ishte më i rritur se tjerët. Jo, mendoj më shumë e ka zgjedhur për emrin, fillimi. Pastaj ngeci dhe mendoj unë edhe dje kam parë live, madje kam qenë duke bërë grimin dhe po shikoja diskutimin midis Selin dhe Mirit. Dhe Selin është tjetër njeri kur diskuton me Mirin. Intimidohet para Mirit, ndoshta Miri ka një fuqi. Ka një lloj sikleti thua? Jo, nuk është Majo Selin, intimidohet. Nuk është Majo Selin aq agresive, për shembull siç mund t'ia kthej përgjigjen qoftë edhe kunatës vet, Gretës, me një arrogancë. Pra Miri ka një lloj pushteti emocional mbi Selin përderisa ajo. Po gjithë ato pushteti emocional ti bën, nëse ti nuk ke emocion ose nuk ndjen diçka. Absolutisht jo. Je njësoj siç mund të jesh me 10 të tjerë, po një atje nget. Për shembull, po ta shikojmë edhe në sjelljen me Gimbon, është më agresive.
Selin. Shpesh herë edhe keq. Po. Unë mendoj edhe Miri, nuk është pa gjë të dy. Unë mendoj për të dy. Më shumë e ka ndikuar pak ajo intervista e babait Selin që është rrequr, sepse letra nuk e ndikoi fare, Greta nuk e ndikoi fare dhe vllai nuk e ndikoi fare. Kutia e Pandorës, dëgjimi i asaj e ndikoi sepse ajo, dëgjoj, ajo është shumë e zgjuar për moshën që ka. Ajo ka zgjuarsi dhe djallëzi bashkë. Gjenerata Z, po patjetër, nuk po të japin këto, shiqur që të japin bish në ujë të lugës, po ngecin pastaj, ngecin te bishti, nuk futen te luga thellë. Por nëse unë shikoj lojtare të fortë, lojtare të zgjuar, por tani ka ngecur dhe nuk po di më si t'i japi drejtim. Ka ngelur në batakun, në batakun që krijoi pa e menduar, pa e kalkuluar shumë mirë. Nëse Selin do t'ja jepte shansin Mirit për të pasur diçka më shumë, mendon që Miri do e kishte lënë gruan? Do të bëhem kështu brutal fare. Kjo do ishte një diçka që s'kishte ndodhur në asnjë big, do ishte diçka shumë e re. Unë tregoj me sinqert, me Mirin që shoh 100%. Do e kishte lënë thua gruan? Po, patjetër. Sepse Miri dëgjoj. Nga njëra anë, Miri është prapë unë ka qenë i martuar, po si më del kjo më se kuptoj, po si ka mundësi. Nuk e quan më të martuar në subkonsciencë. Ka nuk e di, gjë ka këto. Nise. Mos e ka lënë gruaja dhe s'dim gjë apo jo. Po se dim ja, nuk mund të flasim. Ja. Me që Miri është një burr i martuar, do ishte mirë që ai të pranonte i pari krevatin. E kupton? Dhe burr zamoni pra. Po, imagjino të kesh një grua xheloze të ha shpirtin për një mesazh që mund të flesh me një gocë tjetër. Po, ska rëndësi, dhe një grua tolerante, sado tolerante të jetë, sado që mund ta njohë mirë partnerin e vet, është diçka e brendshme që zot dhom. Më ka bërë shumë përshtypje kjo, që thon se gruaja apo gruaja mirë gjermane dhe gjermanët janë liberale. Nuk mendoj që gjermanët janë aq liberal, përkundrazi, janë shumë strikt. Atëherë ta them. Dhe më ka habitur kjo toleranca e bashkëshortës së Selinit. Tolerant, nuk e di, unë flas gjithmonë për vete, kthej çdo gjë nga vetë. Tani tolerancë deri në atë pikë nuk mund të jetë. A mund të jesh tolerancë kur ka mbaruar gjithçka po? Si e quan? Atëherë në moment që ka mbaruar ajo lidhje, ai pasion, çdo gjë, atëherë mund të jesh tolerante të bëj çfarë të dojë partneri. Marrëdhënia mes Mirit dhe bashkëshortës mund të ketë mbaruar dhe i mban respekti dhe vajza? Patjetër, unë do e shifsha në marrëdhënien time, nëse unë partnerin tim do e lejoja ato që kishte bërë mirë, do të thotë që marrëdhënia ime ka përfunduar, pa mandë të deklaroja. Po, respektin, thjesht për hir të vajzës, e kupton? Nuk mund të sado jo gjermanet jetë ajo, po sillen nga çdo vend i botës, toleranca, njerëz janë dhe ata pse janë gjermanë dhe kanë një gjë më shumë se sa ne. Po pra, se na kanë habitur me këto janë fare. Kur s'kan ndjenjë ka tolerancë. Kur kanë ndjenjë tolerancë do ketë, po jo deri në atë pikë. Ka toleranca për gjëra të tjera, po jo deri flim me gocën e ujit në krevat. Edhe për hir të lojës, ato lek nuk më duhen fare vëllai. Në këtë pikë të lojës, kush është më lart, Miri apo Selin? Sot që flasim. Kush e ka Xholi në dorë? Dëgjoj, ata unë mund them që i kanë të dy Xholat në dorë, po asnjëri nuk e ka as të kuqin, as të ziun, të dy i kanë të zi. Jo, është edhe një blu, m'fal, se në letrat ka edhe tre, tani u kujtova. Ata kanë blu, nuk mund të them që kush e ka. Edhe kjo që u bën përplasjen me njëri, do të them bisedën me njëri tjetrin, do të thonë që ato po masin, po peshojnë diçka si të luajnë. Ato flasin pas kaq shumë ditësh afër njëri tjetrit. Atëherë, ishte një rënje shumë e shpejtë e Selin, sepse në prime çasti tha dhe tha unë me ty nuk kam të bëj më. Edhe mbas 2 ditësh. Po ishte në këtë moment jam kurioz kur kjo po festën mirë. Ata ishin veç më në dhomë, asnjëri nuk ishte nga lojtarët brenda nga banorët. Gimbo ishte jashtë me banorët e tjerë. Domethënë lërin të sqarojnë vetëm gjërat, se vetëm ata e dinë. Burr pra je burr. Pastaj po të ishte burr Gimbo. Nuk e kishte ftuar, nuk kishte pranuar që Selin ta ftonte në dasëm Mirin. Po Gimbo ka hyrë me gjithë atë informacion. Apo jo? Gimbo nuk është se hyri që ditën e parë. Gimbo tani ka hyrë. Të ftosh Mirin në dasëm, thua, është njësoj si? Të ftosh dikoj që e di se Selina është e zgjuar dhe besoj se ka kuptuar që Miri ka pasur një lloj ndjenje. Ashtu mos bëjmë rolin tani kur s'na pëlqen. I largoj. Të ftosh një person që ti e di që ka pëlqim për ty. Për çfarë do ta bësh? Do vesh në siklet partnerin. Ktu ishte ai Xholi kuq i Gimbos që nuk diti ta përdorte.
Kjo pra janë ndarë në lojtar dhe jo lojtar, e kupton? Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi shpejt në program sepse kemi ende shumë për të diskutuar.